Në ndërkohë është një numër shumë i vogël i kategorisë të pacientëve që e du me të pyet, sepse është përqindja e ulët në botë, ka pacientë të cilët e kanë zemrën në anën e djathtë. Janë të pakt, por a jetojnë normal, nuk kanë probleme, apo janë më afër rreziqeve të smundjeve të zemrës. Dekstrokardia do më thonë shpesh shoqërohet me probleme tjera. Në qoftë se është e pastër, vetëm një zemër në anën e djathtë, shumica s'kan asnjë problem. Dhe s'kan me pasur, jetojnë normal dhe s'kan kur asnjë problem, vetëm që e kanë zemrën në jos si shumica e njerëzve. Kurse shpeshherë ky defekt i lindur i zemrës ka edhe shoqërime tjera, ka edhe smuja tjera shoqëruese. Dhe kur ka smuja shoqëruese, varet çfarë smuje shoqëruese ka, atë normal. Për shembull? Kanë edhe probleme edhe organe tjera mundën me kontrole, ose komunikime të ndryshme në zemër, përveç kësaj, ose koartacion të aortës me dekstrokardi, ose në smundje të tjera të cilat janë ose të mushkrive, ose të sinozëve, ose të tjera si është kartageneri, pra jo kanjera nuk është pur vetëm këtë dekstrokardia. Po veç si dekstrokardi nuk bën kurrë problemi. Jetoj pa problem.